Në takimet elektorale me banorë të fshatrave Kolesian, Osmane dhe Mustafaj, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Kukësit Albert Halilaj tha se programi i tij qeverisës parashikon asfaltim të rrugëve, përfshirë edhe rrugën e Bjeshkëve Kolesian Laku i Tejes, shërbime administrative cilësore, rikonstruksion të shkollave, zhvillim ekonomik, punësim, mbështetje për bizneset, turizmin, mbështetje për bujqësinë, blegtorin e të tjerë. Lidhë me problemin e tokave, këtu janë probleme të trashëguar. Në fund të torit do dalë VKM-ja përkatëse, që çdo banor i Kukësit të pajiset me certifikat porosis. Bizneset që janë në zonë do marrin kredi pa interes, mbështetje financiare për krijimin e likuiditeteve dhe zhvillimin e kësaj zone. Gjatë bashkëbisedimeve me banorët, Halilaj kërkoi që më 24 shtator të votojnë për zhvillimin e Kukësit dhe për të gjitha projektet që ai ka si vizion me mbështetjen e qeverisë si qëllim përmirësimin e jetës së kuksianëve.